protestë. E kuptoni se sa e trisht është që 3 breza të kenë të njëjtën dëshirë. E kuptoni se sa e trisht duhet jetë për një politikan që ta urej që nga fëmijët në tjetë e deri tek pensionistët. Sot shteti shqiptar ka bërë një tjetër tur. Në panike sipër ka mbyllur kufirin me Kosovën me shpresë që shqiptarët e Kosovës të vinin këtu. Shqiptarët nuk kanë pyetur për kufirin e Jugosllavisë e jo për trarët e Edi Ramës për të qenë pranë njëri tjetrit. Ata e gjendën rrugën edhe janë këtu sot në shesh me ne. Për figur zjarët gjatë verës. U dojsh palatin Tiranën nuk ishte zjarë fikse, por ka makina uji për të shpërndarë protestuesit paqësor. Pra në mëra që në mërë ato makina që e ujnë për protestuesit, që ishin përdorur për të prerë zjarë fikse, sot do të kishim më shumë pyje dhe më pak politikanë të korruptuar. Gjatë këtyre ditëve me siguri edhe ju i keni parë foto që ata shpërndajnë se u paksuam, se numri ra, se ata që dole në fillim nuk po dalin më. Dheni pa kokën, shikojnë ta shumë jemi. Ne do të vazhdojmë të jemi edhe më shumë, jo për ne, po për gjithë ata që ky shtet na i përzuri, që na i dektisin e emigracion për miqtë tanë, për shokët tanë, për kolegët tanë, të cilët me zemër janë këtu nuk të shesh, por ky vend i dori të tepër të i largoi, pavarësisht se ishin ekselent në degët e tyre. Kemi edhe një mesazh të fundit për qeverinë. Grini sot ato dronat e na numëroni sa jemi. Do t'jemi më të shumë në 7 orë.